Shqipëria pritet të kursejë mbi 71 milion euro në vit nga antarësimi në zonën SEPA sipas një studimi të realizuar nga German Economic Team. Ky kursim do të vijë nga ulja e kostove të transfertave ndërkombëtare duke përfshirë si tregtinë e jashtme ashtu edhe remitancat. Në 2024, volumi i transfertave për tregtinë e jashtme pritet të jetë 15.2 miliard euro dhe kostoja e tyre aktuale është 0.44% e këtij vëllimi, ose rreth 67.1 milion euro. Me antarësimin në SEPA, kjo kosto pritet të ulet në 0.03% duke sjellë një kursim prej 62 milion eurosh për Shqipërinë dhe 9 milion euro për remitancat. Studimi gjithashtu thekson përfitimet afatgjata të këtij procesi përfshirë rritjen e konkurrencës në tregun vendas të pagesave dhe uljen e kostove për transfertat bankare vendase. Antarësimi në SEPA do të ndikojë gjithashtu pozitivisht në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe mund të inkurajojë përdorimin e më shumë metodave të pagesave digjitale dhe kanaleve bankare formale.